Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplot. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Për sot do të flasim për rreth temës çfarë kuptimi kanë ritualet e haxhit. Meqense sot pra jemi në ditën e bekuar, ditën e Arafatit, ditën në të cilën startojnë ritualet e adhurimit të madh të haxhit. Pra prandaj zgjodhëm që të flasim çfarë kuptimi kanë ritualet e haxhit. Ritualet e haxhit nuk janë vetëm veprime simbolike, por secili prej tyre mbart kuptime të thella shpirtërore, morale, shoqërore dhe edukative. Në Kur'an, në thëniet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe të imamëve të Ehli Bejtit, paqja qoftë mbi ta, haxhi paraqitet si shkollë e pastrimit të shpirtit, paraqitet si rilindje shpirtërore dhe afrim tek Allahu fuqiplot. Ihrami ka kuptimin e hyrjes në gjendjen e pastërtisë dhe barazisë. Në ajetin 197 të surës Bekare, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim, El-Hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna el-Hajj, fala rafatha, wala fusuka, wala jidala fil Hajj. Haxhi është pra në muaj të caktuar, pra që është muaj Dhul-Hijja. E kush vendos ta kryej haxhin, nuk ka marrëdhënie, pra kontakte me bashkëshorten, as mëkate e as grindje gjatë haxhit. Ihrami, të dashur dhe motra, është hyrja në një gjendje të veçantë adhurimi. Kur njeriu vesh ihramin, ai lë zbukurimet dhe krenarin, heq dorë nga gjunahet dhe debatet, vishet njësoj si të gjithë të tjerët në haxh, kujton qefinin dhe ditën e gjykimit, mëson disiplinën shpirtërore dhe ndalon shumë gjëra të lejuara për të ushtruar vetë kontrollin. Është transmetuar nga Imam Jafar Sadiq, paqja qoftë mbi të, se ka thënë: kur të veshësh ihramin, pastroje zemrën nga çdo gjë që të largon nga Allahu. Ihrami edukon modestin, barazin ndërmjet njerëzve, largimin nga egoja dhe kujdesin ndaj gjuhës dhe sjelljes. Profeti i dashur, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: haxhiu është mysafir i Allahut. Pra, ihrami është hyrja në mikpritjen hyjnore. Dhe në këtë mikpritje, pra, që të gjithë janë të barabartë, që në veshje edhe në ritualet. Prandaj, pra, ai që vesh ihramin duhet ta mbajë gjithmonë, jo vetëm në haxh, por edhe pas kthimit të haxhit, ta mbajë atë kuptimin metaforik simbolik që të qëndrojë larg gjunaheve, larg mëkateve, larg çdo gjëje që e largon nga Allahu. Pra, ky është kuptimi pra i ihramit. Pra, ihrami të fut në atë botën e pastërtisë dhe të barazisë. Rituali i tawafit
rreth rrotullimit ka kuptimin e rrotullimit rreth qendrës hyjnore. Në ajetin 29 të surës Hajj, Allahu i madhruar thot: li yatawafu bil bejtil atiq, le të bëjnë tawaf, rrotullim pra rreth shtëpisë së lashtë, pra që është Ka'bja. Tawafi tregon se Allahu është qendra e jetës së besimtarit. Çdo lëvizje duhet të sillet rreth bindjes ndaj tij ndaj Allahut. Tawafi tregon unitetin e ummetit islam rreth një kibleje të vetme dhe të përbashkët, pavarësisht dallimit në mëdhebe, në sekte. Të gjithë pra muslimanët kanë një kible të përbashkët, dhe ajo pra është Ka'bja e madhnueshme. Është transmetuar nga Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, se ka thënë: tawafi rreth Ka'bes është si namazi. Dhe kjo do të thotë se tawafi rreth Ka'bes është një adhurim i madh dhe i shenjtë që kërkon përkushtim, pastërti, edukat dhe prani të zemrës, ashtu si namazi. Njeriu gjatë tawafit shkëputet nga egoizmi, ndjen për ulësi, bashkohet në miliona besimtarë, kujton engjëjt që bëjnë tawaf rreth arshit. Disa dietar kanë thënë, siç rrotullohen elektronet rreth bërthamës, edhe zemra e besimtarit duhet të rrotullohet rreth Allahut fuqiplot. Rituali i tretë, Arafati. Arafati është dita e njohjes dhe e pendimit, që ne sot pra jemi në të ditë bekat të Arafatit. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: haxhi është Arafat. Kjo do të thotë se qëndrimi në Arafat është shtylla më e rëndësishme e haxhit. Pa të, pa Arafatin, haxhi nuk pranohet. Arafati pra, ai është kulmi i adhurimit, pra qëndrimi në Arafat është kulmi i adhurimit, i pendimit, i lutjes dhe i afrimit tek Allahu fuqiplot. Arafati është vendi i njohjes Allahut, i njohjes së vetvetes, i pendimit dhe i lutjes. Dita Arafatit është dita ku miliona njerëz qajnë për mëkatet, luten me sinqeritet dhe ndjejnë afërsinë me mëshirën e Allahut fuqiplot. Është transmetuar nga Imam Husejni, paqja qoftë mbi të, duaja madhështore e Arafatit. Kundër të tjera, imami ka thënë në këtë dua: çfarë ka gjetur ai që të humbi ty, dhe çfarë ka humbur ai që të gjeti ty. Sa madhështore për këtë thënie. Kuptimi i kësaj lutje të Imam Husejnit, paqja qoftë mbi të, është se kush gjen Allahun ka fituar gjithçka, edhe nëse humb botën, ndërsa kush largohet nga Allahu ka humbur gjithçka, edhe nëse zotëron pasuritë e kësaj bote. Arafati shkatron mendjemallsinë, zgjon zemrën dhe e mëson njeriu të kthehet tek Allahu para ditës së gjykimit. Arafati është një pamje e vogël e mahsherit, në të cilin të gjithë janë të barabartë, pa dallimen në pritjen e mëshirës së Allahut fuqiplot, në ditën kur do të tubohemi, ditën e mahsherit. Dita Arafatit është një prej ditëve në të cilat njeriu mund të forcojë lidhjen e tij me Allahun e madhruar përmes lutjes dhe përgjërimit. Prandaj duhet ta njohim vlerën e vërtet të kësaj dite madhështore. Të pendohemi në këtë ditë madhështore, të
ti lutemi Allahut me sinqeritet, ti përgjërohemi Allahut, që ai pra të na mbështjell me mëshirën e tij insha Allah. Rituali i katërt i haxhit është Muzdalifeja. Është nata e meditimit dhe e përgatitjes. Në ajetin 198 të surës Al-Baqara, Allahu i madhruar thot: "Fa idha afadtum min Arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram." Kur të largoheni nga Arafati, përmendeni Allahun në Mash'arul Haram, pra që është Muzdalife. Në Muzdalife, apo si quhet, pra si që thamë edhe Mash'arul Haram, haxhit kalojnë natën në tokë të hapur, larg luksit dhe rehatis, duke kujtuar Allahun fuqiplot. Qëndrimi në Muzdalife simbolizon qetësinë pas pendimit, meditimit dhe lutjes në Arafat. Sepse pas Arafatit pra haxhit drejtohen drejt Muzdalifes. Pra qëndrimi në Muzdalife pra simbolizon qetësinë pas pendimit, meditimit dhe lutjes në Arafat, si dhe simbolizon mbledhjen e forcave për luftën pra kundër shejtanit të mallkuar. Në Muzdalife mblidhen edhe guralecët për goditjen e shejtanit, që simbolizon përgatitjen për luftën kundër egos, kundër vesit dhe pasioneve shkatërruese. Rituali i pestë, Mina, pra qëndrimin e Mina dhe gjuajtja e guralecëve. Dhe kjo ka kuptimin e luftës kundër shejtanit të mallkuar. Ky ritual lidhet me historinë e profetit Ibrahim, kur shejtani u përpoj ta largonte nga bindja ndaj Allahut. Gjuajtja e guralecëve simbolizon refuzimin e tundimeve, luftën ndaj egos dhe mosbindjen ndaj Allahut. Gjuajtja e guralecëve në një thënie të Imam Sadik, paqja qoftë mbi të, ku ai ka thënë: kur gjuan guralecët, largo prej vetes epshet dhe poshtërsitë. A e bëjmë këtë ne? A e bëjnë haxhin për këtë? Gjuajtja e guralecëve nuk është thjesht një ritual apo një veprim. Hajde të mbledhim guralecët dhe t'i bijmë një betoni. Por kuptimi pra, siç thot Imam Sadik, kur gjuan guralecët, largo prej vetes epshet dhe poshtërsitë, lëri atje tek ato vende xhamaratët që quhen, dhe kthehu pra i pastër. Mesazhi i goditjes pra së guralecëve është se shejtani nuk mposhtet me fjalë, por me vendosmëri. Besimtari duhet ta luftojë të keqen çdo ditë. Dhe jo vetëm të themi pra, Allahu e mallkoft shejtanin, Allahu e largoft. Por duhet vendosmëri që ne ta largojmë me vepra shejtanin çdo ditë. Ndërsa rituali i 6 i haxhit është pra kurbani. Dhe ka kuptimin sakrifica dhe dorëzimin ndaj Allahut fuqiplot. Në ajetin 37 të surës Haxh, Allahu i madhuar thot: "Lan yanala Allaha luhumaha wala dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Tek Allahu nuk arrin as mishi as gjaku i tyre për i kurbanëve, por arrin devotshmëria juaj. Kurbani lidhet me sakrificën e profetit Ibrahim dhe profetit Ismail, paqja qoftë mbi ta. Kurbani mëson bindjen absolute ndaj Allahut, gatishmërinë për të sakrifikuar atë që e do më shumë. Po ashtu mëson pra luftimin e lidhjes së tepërt me dynjan.
Ehli Bejti paqja qoftë mbi ta kanë theksuar se kurbani i vërtet është therrja e egos dhe e pasioneve, jo vetëm therrja e kafshës. Imam Aliu paqja qoftë mbi ta ka thënë, nuk afrohet robi tek Allahu me diçka më të dashur se sa bindja ndaj tij. Sepse njeriu pra, kur bën kurban e bën me bindje të plot ndaj Allahut fuqi plot. Të dashur vëllezër dhe motra, haxhi pastron zemrën, forcon lidhjen me Allahun, edukon durimin dhe disiplinën, krijon barazi ndërmjet njerëzve, e largon njeriu nga egoizmi, i kujton vdekjen dhe botën tjetër dhe i mëson sakrificën dhe bindjen. Haxhi i vërtet mund të sjellë ndryshim në përmbajtjen e brendshme të çdo individi musliman. Ai mund të mbjellë në shpirtat e tyre frymën e tauhidit, të njëjtimit të Allahut fuqiplot. Mund të mbjellë në shpirtat e tyre lidhjen me Allahun, mbështetjen tek ai, si dhe frymën e mohimit të gjitha idhujve të brendshëm dhe të jashtëm në ekzistencën njerëzore. Këta idhuj përfaqësohen pra nga epshet, dëshirat e ulta dhe forcat tiranike dominuese. Haxhi mund të forcojë ndjenjen e fuqisë, mbështetjes në vetvete, suksesit dhe sakrificës. Një transformim i tillë mund të bëjë nga çdo njeri pra një qenie që nuk njeh dështimin, nuk përkulet përballë kërcënimeve dhe nuk dobësohet përballë joshjes. Po ashtu, haxhi i vërtet mund të bëjë që nga copëzat e shpërndara të ummetit islam ta bëjë pra një njësi të vetme, aktive dhe të fuqishme, duke bërë që këto pjesë të shpërndara të njihen me njëra tjetrën dhe të shkëmbejnë biseda rreth shpresave dhe dhimbjeve, zhvillimeve dhe nevojave të ndërsjellta, si dhe përvojave të fituara, duke u unifikuar këto pjesa dhe si rezultat i unifikimit dhe i bashkimit të pjesave të ummetit islam arrihet edhe i uniteti i fuqishëm në mesin e muslimanëve. Sikur haxhi të vendosej brenda një programi që synon këto qëllime dhe rezultate dhe për të cilin pra do të bashkërendonin përpjekjet pra qeveri, dietare dhe njerëzit me ndikim e mendim në botën islame, haxhi do t'i sillte ummetit islam një mirësi të madhe e të begatë, që nuk mund të krahasohet me asnjë mirësi tjetër në botën islame. Haxhi është pasqyrimi i ummetit islam dhe shkolla e asaj sjelljeje që ky ummet i madh duhet të ndjek për të arritur lumturinë e tij. Brenda riteve të haxhit mëshirohen kuptimet e dashurisë, afërsisë dhe bashkëjetesës me vëllezërit, si dhe qëndrueshmëria dhe fortësia përballë armiqve. Për këto ishin disa prej kuptimeve të shumta të ritualeve të haxhit. Duhet që haxhi të përjetohet çdo ditë në sjellje, në mendime, në qëndrime dhe në veprime. Në një hadith thuhet, ai që e kryen haxhin me sinqeritet dhe largohet nga mëkatet, kthehet si ditën që e ka lindur nëna e tij. Duke i uruar haxhive haxh të pranuar dhe insha Allah të kthehen shëndoshë mirë nga kryerja e këtij adhurimi të madh. E lusë Allahun që të gjithë atyre që dëshirojnë janë të mallëngjyer për kryerjen e këtij adhurimi të haxhit, Allahu u plotësof dëshirën insha Allah. Allahu ju ruaj, ju begatoft ju dhe familjet tuaja kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahu qofshin mbi ju.